khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që Allahu i plotfuqishëm i ka krijuar çdo gjë në këtë dynja në shërbim të njerijut. Pra, në parim është një rregull në jurisprudencën islame, i cili rregull na thotë gjërat në parim janë të lejuara. Do thotë nuk ka gjëra që ndalohen prej Zotit plotfuqishëm edhe neve na lën keq, nëse mund të shprehemi me këtë gjuhë. Por në parim gjërat janë të lejuara, përveç atyre do thotë të cilat Allahu i plotfuqishëm i ka ndaluar me tekste të caktuara nëpërmjet Kuranit fisnik apo nëpërmjet haditheve dhe porosive profetike të dërguarit alayhi salatu wassalam. Kjo sure, vëllezër nderuar, surja Tahrim apo surja e ndalesave, që e ka marrë këtë titull, thamë që në vete ngërthen apo përbën disa prej mësimeve me të cilat ne sot mundohemi që ta këshillojmë dhe porosisim njëri tjetrin, e njëra prej atyre mësimeve kyçe është edhe besimi dhe puna. Shpeshherë e kemi dëgjuar dhe e dimë, kemi lexuar secili prej neve që besimi është shumë i rëndësishëm. Një anë tjetër apo një kategori njerëzish të tjerë e përmendin se puna është shumë e rëndësishme. Në fakt, feja, Kurani i Kerimi dhe pejgamberi alayhi salam neve na thrasin që të mos i japim përparësi njërës ndaj tjetrës, sepse në qoftë se i dhajmë përparësi vetëm besimit duke e lënë anash punën dhe aktivitetin e angazhimit, ne jemi duke gabuar apo bërë lëshime serioze. Por edhe e kundërta, në qoftë se i jepet përparësi punës dhe angazhimit, e duke e lënë anash besimin dhe ushqimin shpirtëror, edhe këto jemi duke bërë lëshime apo jemi duke gabuar e që duhet ta mësojmë këtë praktikë. Pse është e rëndësishme besimi dhe puna, edhe në qoftë se gjindemi në familje pejgamberesh, është një rregull i cili thotë, në qoftë se një grua është rënuese e familjes, edhe në qoftë se është grua pejgamberi, ajo do të ndëshkohet dhe nuk do t'i bëjë dobi lidhja me cilën ajo ka me bashortin pejgamber, në qoftë se është se lëre mos ketë fare lidhje nga aspekti imanor dhe besimi. Kështu që kjo sure e përmend ngjarjen dhe rastin e dy familjeve që na thret neve, do të thotë të këshillohemi nëpërmjet këtyre porosive. Familja e parë është familja e Firaunit. Firauni ka qenë zullumçari më i madh i kohës dhe njeriu i cili veten e ka quajtur Zot dhe veten e ka konsideruar dhe thotë hyni. Dhe pikërisht për shkak të kësaj çfarë ai ka vepruar, vajza apo bashortja dhe familja e tij kanë qenë kundër praktikës së tij, dhe Allahu e përmend që edhe në qoftë se antarët e familjes rriten në një familje tiranash, edhe në një familje e cila kryefamiljari është zullumçari dhe pabesimtari më i madh, por antarët e familjes e besojnë Zotin hak dhe e pranojnë të vërtetën, kanë për t'ia pa hojrin dynja e në ahiret. Por shembulli tjetër e përmend po ashtu Zoti plotfuqishëm bashortën e Nuhut alayhi salam. Pra Nuhu pejgamber, bashortja e Nuhut alayhi salam, grua e cila e ka lëshuar rrugën e Zotit, e Allahu nëpërmjet kësaj kapitine e përmend që nëse dikush pretendon se lidhja jonë me një antar të familjes ka për të na shpëtuar edhe nëse ne zbesojmë dhe zveprojmë, e kemi gabim, sepse nuk i ka bërë dobi as gruas, as bashortës Nuhut alayhi salam mos besimi, sepse Allahu e ka përmend që mos besimi i asaj bashorte ka bërë që ajo të mos ketë as bereqet në familje, por edhe të ndëshkohet ditën në të cilën
do të dalin për Allahut të Madhreshëm, sepse nuk ka për t'i bërë dobi asgjë lidhja e saj me bashkëshortin pejgamber. Apo dikush mund të thotë që kam një lidhje me babën Haxhi, apo me hoxhën, apo me një njeri namazli, ndërsa vetë nuk është duke u rikthjellur apo këndellur nga lëshimet dhe shkeljet të cilat i bën karshi ligjit të Zotit dhe plotfuqishëm. E pikërisht kjo kaptin neve na fton që i mytin ton veprat dhe besimin, do të thotë ta kemi këtë kujdes, sepse në qoftë se nuk e bëjmë këtë kujdes, atëherë ka mundësi të dështojmë dhe të mos ketë bereqet as jetesa në këtë dynja, e më pas edhe ndëshkimi apo dënimi të cilin do thotë e pret se cilin i cili e shkel me dy këmbët ligjin e Zotit të plotfuqishëm. Tek kjo kaptin, vëllezër nderuar, për ta përmbyllur, Allahu e përmend në fund edhe tëubën dhe istighfarin. Pa marrë parasysh ato çfarë rrjedhin në një familje, është një derë e hapur, është një derë e mundësive të harta, është një derë e cila nuk mbyllet asnjëherë. Ajo derë, pra ka emrin dera e tobës, dera e pendesës, dera e rikthimit, dera e përmirësimit, dera e rizgjimit, sepse insani është i krijuar i tillë që mund të mashtrohet, mund të gabojë, mund të lëshojë rrugën, mirë po mundësia për të rikthyer, mundësia për të përmirësuar, mundësia për të pranuar pendesa e tij apo e saj është e hapur dhe kjo mundësi duhet shfrytëzohet për secilin prej neve, sepse këtë na fton Zoti nëpërmjet kësaj kaptine, pra kaptinës e Tahrim, dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam nëpërmjet thirrjeve me të cilat ne i lexojmë, i dëgjojmë në përditshmëri, e thirrja më e fuqishme e të dërguarit alayhi salatu wassalam në lidhje me këtë është e njohur thirrja në të cilën ai ka bërë duke thënë i penduari dhe ai i cili pendohet tek Allahu i Madhreshëm është sikur se të mos ketë shkelur ligjet e Zotit Madhreshëm. Pra, ligjet e Zotit Madhreshëm mund shkelen, mirë po pendimi, përmirësimi, rizgjimi dhe taubeja e bën që sikur se ai rob të mos i shkel, ato të mos ketë shkelur ligjet e Zotit Madhreshëm. Le të shërbejnë këto thirrje për secilin prej neve, për rizgjen, për përmirësim dhe për të afruar më afër Allahut të plotfuqishëm. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum.